Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë sot ka vendosur të sjellë një histori humbje. Do të flasim për një djalë të ri nga Arseka, Geraldo Dauti, që fatkeqësisht figuron i humbur për familjarët e tij që prej vitit 2001. Kjo është fotoja, le të themi, kur ai ka qenë vetëm 17 vjeç. Fotoja e fundi që familjarët ruajnë nga Geraldo Dauti, një i ri, një nxënës ekselent, por që fatkeqësisht la një letër në shtëpi, duke njoftuar nënën dhe babain se do të nisej drejt Greqisë me disa shokë dhe nga i moment u zhduk dhe humbi çdo lloj kontakti. Historia e Geraldo Dautit është trajtuar vetëm një herë në studion e emisionit Pa Gjurmë për gjatë 8 viteve dhe kjo është hera e dytë që ne e trajtojmë, një histori që le të themi është harruar dhe nga ne vetë gazetarët, ndaj sot unë kam të ftuar babain e tij, Tomor Dauti. Përshëndetje Tomor dhe mirë se erdhe. Urime për emisionin, Odeta. I dashur Tomor, kemi 20 vite që njihemi bashkë. Po. Dhe më erdhi shumë keq kur fola në telefon përpara 2 ditëve me ju dhe më thej që historinë e Geraldos nuk e ke nxjerrë si pasaport. Unë ndjeva keq sepse ishte lënë një histori, le ta themi dhe le ta pranoj dhe unë publikisht atje në zyrtaret tona që nuk ishte nxjerrë dhe sinqerisht dua të them më fal që ne Geraldon nuk e kemi sjellë në vëmendjen e emisioneve tona të përditshme këtu në Report TV. Kështu që do kërkoj një falje publikisht dhe në emër të stafit, por kjo nuk do të thotë që ne Geraldon do ta harrojmë. Jo, Odeta, ju kemi falur, ju falenderojmë që e ripërsëritë problemin tonë, ju falenderojmë. Odeta, na duket sikur jemi në faj, ne prindrit, gjithat edukat, gjithat përkujdesje, dhe Geraldi na i shpërblej kështu. Ç'mund të them unë për momentin, ç'mund të them. Ndaj ndjesha bosh, kur më more para 2 ditësh, thej urdhoni në studio, ne duhet të lutshim të vinin, po prapë se si e ndjenim veten, krijonim idenë që diçka do kishim nxjerr, po mendoj se Geraldi në bazë të informacioneve që ju keni qenë para 20 vjetësh te Aida Shtino, po, emisioni një prandaj thash kemi 20 vite. Përshëndes edhe Aidën edhe gazetarët e gazetarët. Edhe unë i përshëndes stafin e vjetër. I përshëndes me zemër. U krijova një ide që na i hoqi gjysmën e merakut. Që ai është gjallë. Që ai është. Por nuk do të kontaktoj. Nuk ishte mundësi të dilte dikush të thotë që Geraldi bashkëjeton me një vajzë nga Arseka, na filan fshat, na Qavzezi. Vajza quhet me këtë emër. Do i themi të gjitha sot të informacione, por më lejo fillimisht të prezantoj dhe unë një kronik për gjithë teleshikuesit ata që nuk e njohin historinë e Geraldos. Ai ka qenë 17 vjeç shkuriko. Po. Sot i bie të jetë 42. Po, hajde. Dhe janë 25 vite. 25 vjet, por për neve janë, do të zësh shekuj. Djali vetëm i shtëpisë. Djali vetëm edhe vajzën, shoqër vajzën, na ka bërë me nipçe. Unë jam e sigurt që mungesa e ti ndihet në familjen tuaj. Ne edhe njerë më thuaj të lutem. Mungesa e ti ndihet në familjen tuaj. Po që diskuton, Odeta, ore, minute, sekund, po që diskuton, jeni vetë prind. Jam vetë bërnën. Mirë po, s'ke që bën t'i bjesh murin me kokë. Dhe ngelet juve falenderit, ngelet vetëm ata që jetojnë me te. Ata që njohin, si emigrantë, shqiptarë, si të uaj, ata duhet në ndihmojnë, ndryshe nuk ka rrugë tjetër. Dhe përpara se të nisim historinë e Geraldo Dauti, si ka humbur ai kontaktet, që në fillim të programit unë bëj një thirrje për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Greqi, pasi Geraldo në letrën që la nënës dhe babait mbi tavolinë shkruajti që do nisej drejt Greqisë me disa shokë dhe dyshohet sipas informacioneve që kanë ardhur ndër vite në familje se ndodhet në Greqi, ku çdo shqiptar që është duke na ndjekur nga Greqia, që mund ta njohë Geraldo Dautin, që ka informacion, mos të hezitojë të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi familja Dauti është ende në pritje të Geraldos dhe pse kanë kaluar plot 25 vite. Ju i dini kontaktet tona, unë çdo emision, çdo live që bëj këtu në Report TV, jap kontaktet, kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Por kush është historia e Geraldo Dautit? Si ka humbur ai kontaktet me familjen? Ndjekim këtë material dhe rikthehemi në studio.
Tomori dhe Nazbia ishin prindër të dy fëmijëve, Geraldos dhe Salvionës. Të dy ishin mësues dhe jetonin në harmoni familjare dhe në vitin 1995 u shpërngulën nga Eshseka në Tiranë, në zonën e Saukut. Në vitin 1998, pasi mbaroi shkollën 8 vjeçare, Geraldo tentoi për herë të parë të emigronte në Greqi me një komshi pa dijenin e familjes. Familjarët njoftuan policinë dhe ai u ndalua në Kapshtic. Megjithatë, dëshira e tij për të larguar nuk u shua. Gjatë viteve të shkollës së mesme, ndonse ishte një nxënës i mirë dhe i përkushtuar, Geraldo vazhdonte të mendonte për emigrimin. Më 12 prill 2001, ai tregoi babait se donte të largojë përsëri në Greqi, por familja e kundërshtoi. Azbia madje kërkoi edhe shokëve të tij të mos e përfshinin në plane të tilla. Pavarësisht përpjekjeve të prindërve, ditën e Pashkëve të vitit 2001, Geraldo u largua fshehurazi nga shtëpia, para nisjes la një letër ku njoftonte familjen se po ikte drejt Greqisë. Të nesërmen, Tomori mësoi se djali ishte nisur me disa të rinj drejt Korçës dhe më pas kishin kaluar kufirin grek. Sipas dëshmive të shokëve të udhëtimit, Geraldo ishte i heshtur dhe i mërzitur gjatë gjithë rrugës. Pas mbërritjes në Greqi, grupi u nda, pasi ai kishte të afërm atje. Disa ditë më vonë, dy prej djemve që kishin udhëtuar me të u kapën nga policia greke, ndërsa për Geraldon nuk pati më asnjë lajm të sigurt. Që nga ajo ndarja, familja e tij nuk ka mundur të marrë më asnjë informacion për fatin e tij. Vitet kanë kaluar me spritjes, ndërsa Tomori dhe Nazbia vazhdojnë të kërkojnë dhe të shpresojnë se një ditë do të mësojnë të vërtetën për atë që ndodhi me djalin e tyre. I dashur Tomor, nga kronika mësuam që Geraldo kishte tentuar edhe më herët të shkonte në Greqi, por ju e kishit penguar. E vërtet është një vit para, në vitin 2000, me një komshi, Korçaraj, nuk e di e kishin ndërtuar punën vetë dhe kishin bizetuar, për televizor për të shkuar në Greqi. Dhe shkuan deri, ka qenë periudhë dimri, mos gabojmë 10 orë janar, ka qenë një dimër shumë i ashpër, shkuan deri në Kapshtic. Ky komshia kish njerëz aty, në ato fshatra, shkuan fjetën aty dhe njerëzit e këtij komshisë thanë, "Ore, pse keni ardhur do shkojmë në Greqi?" Ç'është kjo thënë? Ai në atë Në këtë dimër, në këtë 16 vjeç ka Dhe qenë. shqyr 16 vjeç ishte, shqyr i kthevi ai familja e këtij komshisë, i kthevi dhe kur marrin vesh që kanë ardhur i kanë kthyer nëpërmjet komshisë, kishin folur, na thonë që kanë ardhur në Tiranë, vite ushtari pa njohur, ne gjej Geraldin i them, "Tu ja shkojmë në shtëpi, ç'është më bet? Ku do vini ti në këtë dimër, në këtë pastaj? Pa lej, pa kështu, pa 5 lekë, pa një ashtu në këtë moshë, të lesh shkollën të bësh këto." Jo thamë vjen rënd të vinë në shtëpi unë, po s'ke bërë në turp thashëm, pse të vjen rënd? Jo do shkojmë në Kosovë, tha. Po jo më djalë, si do shkosh në Kosovë? Po neve ku do na lesh? Megjithatë e bindëm, po odita jemi në një periudhë shumë të vështirë, si prindër e si të rinj, pse ishte karikuar Gerti me këto probleme? Që donte të largohej. Gerti ishte në shkollë të Ismail Qemali. Një nxënës me nota të shkëlqyera. Ju jeni arsimtar, edhe bashortja, të cilët keni dashur për herë që ai të shkëlqente dhe të... Nuk dua të ofendoj shkollat e tjera, po Ismail Qemali ka qenë model, ka qenë një drejtoresh në Gjirokastra, model. Nga shkollat më të mira, të gjimnazit në Tiranë. Jo se e të tjerat poshtë, do t'i filluan ta mërzitin shokët, me kujdesin tonë, vinte me libra, vinte kështu, po ti, shumë mamaje, që ke këto libra, pse bën kështu? E bulizonin. Se faktin që ai kishte edhe nënën mësuese, edhe pa tjetër që dallonte na shumë shok. Kthejmë na puna, unë kam punuar specialist në kesh, kthejmë na puna, shikoj të mërzitur dhe ti me shoqja dhe thash, më thot, o më hiqni në ajo shkollë, o unë me nuk vetet. Duhet të them që ishte i karikuar me këto probleme. Plus kërkesë e llogarisë tonë që mbasi ishte pak me tepërt, se s'duhet, siç e kanë merak prindit, se pam edhe situatën, si po ndërtoshin gjërat, si po ndërtoshin, po ndryshonin ato rregulla që nuk i kërkon njëri ideologjinë e kohës parë, po rregullat, qetësinë, problemet, harmoninë e këto, mos e zgjat muhabetin, nuk vinë. Pra, e qartë, e kuptoj. Kërkesa e llogarisë, le të themi nga ana juaj dhe nga që u ngarkua me këto, se duket do të ikte. Tentoj prap. Me një dy komshinj, e threshin shtëpi, thonë, ne nesër, kanë qenë Pashkën, mos gabojnë, prill 2001-shi. Po.
13 prill. 12 për... Ka qëlluar pashkët ati viti. Dhe Po? vinë në shtëpi, unë më thotë mua kishte dajnë ramet, se është bërë për ramet gjallë, më thotë e qarë, të shumë po kështu çuni filani, i thotë Gertit që të shkojmë në Greqi do vishe ti. Ata këshin qenë disa herë dhe që duket, i dini problemet, e dini rrugën, e dini... Shikoj unë i mërzitur në dhomë vetëm, thash unë, babi si ke hallin, po unë do ikin në Greqi. Si do ishë në Greqi, ne a e mbyllëm të më betë. Mërë shkollën shketi, ne nuk të prishim punë të njeje, ne jemi dy në punë shtetit të dy, to t'i regullëm gjerat si jo më mirë, jo unë do iki. Duke që ishte... I karikuar, le ta quajmë që donte t'i ikte jashtë. Përfundimisht, ndodhi kjo që ndodhi, unë këthesha në puna më datën 13 të rrugë Elbasanit, dhe shikoj unë më kem, po kalon të lartë në qendra. Ta shumë shka gjë më kem normale, unë urban, shkoj në shtëpi, shikoj unë, kishte një letër. Pra ti e shkëmbyrë me, ke qenë i fundi që e ke parë. Unë autobus, unë i fundit. Unë autobus e më kem. Kotë se si këtheva kokën. Dhe pe djalin. Pa, ditur gjë fare. Që a i do ikte dhe do ishte era e fundit fatkesisht. Shikoj më marra me të kese ka ndruar jetë dhe i me shoqe mërzitur. Çfarë keni kështu? Lë një letër edhe lindë porosi për detyrat që ishim ne, mos keni merak se unë i kam bërë këtë. Tani më kupton fundi i sjelljes Geraldi, domethënë aq i kujdesshëm me këshillat edhe me kujdesin tonë. Unë do shkoj në Greqi, mos keni merak për asgjë, mendo se ç'mund të bënim ne. Kur lexuat atë letër, Të nesmen u sollëm këtej, nga të shto bënim pa një adres, pa një telefon, pa një celular, e pa mundur. Mas 4-5 ditësh kthehen dy shokët që shkoj. po, I takojmë, po themi, që ishte drejta ne u bën presion atyre para se të, një ditë para se të shkonte Geraldi, i thëmë, po të mini qunin, me vete keni probleme ne. e qartë, kuptoj, si një prit që ishte i vogël, Po do t'i kritikonim, po jo neve këshu ne, ajo ka dëshirë vete. Me gjithate, mbas 4-5 ditësh kthehen një kohë shumë e keqe. sa shok ishin kur u nisën drejt Greqisë? Më falë, Sa veta ishin? ata ishin 2 veta, komshi, ky i treti. Pra, Geraldi me 2 E dy. komshit. Na thonë që neve shkua me Geraldin dërë në Kapshtic, Po, nuk na fliste, i kishë mbetur qefi, që bëm fjale, bëm këshu, pas e më te, se si e se kyshe, se tek të shqetësuar një dimër. po si ishin ndarë? U treguan si Në ishin... Kapshtic mos gabojmë, se Po pse nuk e kishin vazhduar rrugën për Greqi? po makinat si kanë ardhur, si i kanë marrë këta që lëvisin për Greqi. Kush e ka idenë se edhe këta çuna Të vegjël. jo të pjekur, jo të sistemuar, Të rinë mo. shpreje, pam që sot që njerë nuk thoshtë edhe sje, do më ishin paprigjeshëm. Mirë, Tomor, përpara se të vazhdosh historinë me historinë e Geraldit të djalit, më lejo në këto momente në këtë transmetim live, kushdo që është duke na ndjekur mund të na ndihmoj me informacione për Geraldo Dautin, dashur miq, jemi në kërkim të këtij 42 vjeçari nga Erseka, por që prej vitesh familja ishte zhvendosur nga Erseka në Tiranë. Ai është larguar në datën 13 prill të vitit 2001 drejt Greqisë, të paktën kështu shkruajti në letër nënës dhe babait, mos u bëni merak, unë do nisem për në Greqi dhe nga i moment u shkëput çdo lloj kontakti dhe nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e Geraldo Dautit, 17 vjeçarit asaj kohe që ka kaluar plot 25 vite dhe nëse ndodhe diku sot Geraldi i bie 42 vjeç. Kushdo që e njeh Geraldo Dautin, kushdo që ka informacion, kjo është fotoja e vetme që familja ruan, një foto që ka qenë diku te 16-17 vjeç, jeni të gjithë të lutur të na kontaktoni pasi dyshohet se ai vazhdoi rrugën për Greqi, mbërriti në shtetin grek dhe është ai që nuk do të kontaktoj me familjen, por e vërteta nuk dihet. Figuron ende i humbur për familjen Dauti Geraldo, babai i tij Tomori dhe nëna e tij Nasibia janë ende në kërkim të djalit të tyre. Uroj dhe shpresoj që kushdo që është duke na ndjekur dhe mund ta njohë këtë histori, mund ta marrë guximin dhe të na kontaktojë ditën e sotme. Ne do vazhdojmë sërish me historinë e Geraldos për të mësuar më shumë detaje, informacione, çfarë zbuloi familja ndër vite edhe në programe të tjera televizive në formulën e pajgjurmë, por fillimisht kalojmë tek hapësira e parë, do të jemi tek këshilla e parë mjekësore tek Obeni të dashur miq dhe rikthehemi. Mirë,
Mirë, jemi sërish bashk live të dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për historinë e zhdukjes së Geraldo Dautit, një 42 vjeçar nga Erseka, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen prej 13 prillit të vitit 2001 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Me mua në studio vazhdon të jetë babai i tij, Tomori. I dashur Tomor, dua të pyes, sepse në fund të pjesës parë më thej që i takuam shokët dhe na thanë që u ndam në Kapshtic. Por ata e lanë aty Geraldon apo Geraldo hipi në një makinë dhe kanë lëvizur me makina të ndryshme. Me makina të ndryshme. Që do të thotë Geraldo ka gjetur një makinë dhe është larguar për në Greqi. Bindemi plotësisht për këtë se gjatë emisioneve me Aida Shtino, që ne i mbajmë patjetër mend më mirë, doli një person dhe tha Altin Ferhati. Quhet dëshmitari. Dhe bëri mirë që e përmende nëse është duke na ndjekur ky person. Thotë që po, me këtë person kam lëvizur unë, thotë ai do shkonte në Greqi, do shkonte në Athinë, atje ne kishim dy çunat e dajes, që unë i kam nipër. Po. Do shkonte atje. Kaq na i dha këtë informacion personi. Që përputhen. E njohun, përputhen. S'kishte të thosh ajo që kish dy çunat e dajes. Ku dinte ajo se sa çuna kish? Sa çuna dash kishte Geraldo në Bindës. Pra, personi që të themi ka udhëtuar nga Kapshtica drejt Athinës, është Altin Ferhati, mos gabojmë. Altin Ferhati. Mbi emrin e mbajmë shumë mirë, po më duket se Altin Ferhati. Pra, ky person ka dëshmuar në njerëz të humbur në ato vite që e ka marrë Geraldo në makinë, ka udhëtuar me të. Po. Dhe e ka çuar në Athinë. Ka çuar në Athinë. Çunat e motrës, atje vazhdojnë, punojnë shumë mirë. Njëri nga këta shkoi në ajo adresë që na dhanë në lagje Nikja të Greqisë në Pire. Në Athinë, po në zonën e Pires, po? Ta rikujtoj se edhe ti e ke dëgjuar. Po. Shkoi e takoi atë vajzën. Dhe mbase vajza ishte me probleme dhe nuk desh që ta lakonte, që ta pranonte. Dhe ajo rëshqiti pak, tha, po, tha, unë kam bashkëjetuar me një shunë, tha, që kjo nuk shkonte kjo gënjeshtër, po ishte në kolonja Lushjes, po kolonja Lushjes nuk ka qafzez fshat. Se ne na i dhanë informacioni që bashkëjeton me një vajzë në kolonja Ersekës, dhe vajza është në qafzezi, vajza Filani, që dhe unë t'jatin Ramet Kese Kandurjet e njënja. Në dha dhe emrin e vajzës. Kjo e deformoi këtu për të shmangur. Sepse personi në fjalë, më pas, morët vesh që Geraldo bashkëtonte me një vajzë. Me një vajzë, që ajo mbase ishte me probleme dhe kjo mbase nuk dhe se shfaqe për pozicionin tonë, për kulturën, për merakun tonë, mbase si prind. Dhe kur ka vajtur nipi juaj... Vajti nipi e takoj. Vajza në fjalë, ajo e ka deklaruar që ka bashkëtuar. Ajo ka bashkëtuar me një shqiptar, po ishte në kolonja Lushis, e kish mësuar dikush. Që të fliste që të shmangej. Dhe për çudi, të nesmen mbasi është dhënë informacioni, asaj kanë shkuar një grup çunash me motora, i kanë shqyer derën, i kanë thyer dritaren, Kësaj vajze? Kësaj vajzës. Arsyeja, qysh e tek, ishte një koincidencë, unë nuk e di. Po, si e morët vesh që kishte ndodhur kjo gjë, që i kishin shqyer derën? Na tha ky nipi ne. Që i kishin shkuar kësaj vajzës, që pse folja, qysh folja, nuk e di pse. Dhe i kishin shqyer derën e këto, jonti. Ky nipi tentoi dhe beri një dy herë presion, desh që të ndrynte policia, të desh të hynte, mos shikonte një foto në ambient, në një diçka. Në shtëpinë e saj, në banesën e saj mos gjeni një shtëpi të Geraldos. Po. Dhe kështu puna. Ky ishte një informacion, le të themi, që ju ngjalli shpresën që Geraldo ishte në Athinë dhe jetonte, por ishte ai që nuk donte të kontaktonte. Por ndër vite kanë ardhur të tjera informacione për Geraldo? Në asnjë mënyrë, Odeta, pse ne edhe ju falenderit që vlerësuat, o vetë ju duhet të dali se ka arritur në një moshë tani do jetë printe, do jetë. Po inshallah ka rojtur Zoti, i themi atje dhe kush na dëgjoj, çdo gjë që të ketë vetëm të jetë gjallë, ne e kemi falur, mos ketë asnjë problem, nuk duam të vi këtu se në pension jemi dhe akoma punojmë. Jemi më mirë se kur ishim në shtet, tani që jemi privat. Punojmë, nuk kemi nevojë të jetë mirë ai. Kemi nevojë, ne ta ndihmojmë, mos ta ndihmojmë. Aman të na i heqet merak, që ne na ka ngelur si kallo. Nuk shkon për të rjetën ajo. Ju bëjmë thirrje emigrantëve, si mund të lutemi. T'ja u shpërblet Zoti, ta mendojnë sikletin, shumica janë prindë dhe dinë që është prindi, të na ndihmojnë në format nga më ndryshme. Një foto, një informacion, një mesazh, si të duan, të na thotë që është gjallë. Ne nuk e shqetësojmë, ne nuk i vëmë, le të jetë,
i pari i Greqisë le tjetë i fundit. Çdo gabim që ka bërë ne kemi falur. Çdo gabim, si çdo prind. Si çdo prind. E kemi falur, gjithçka shumëzohet me zero. Nuk ka asnjë problem, e kemi atë nivel, e kemi atë kulturë. Nuk janë muhabet ato. Çdo gjë që ka bërë ajo është djali jon. Çdo gjë që ka bërë, ne i dalim përballë, ne e marrim përsipër çdo. Inshallah janë gjitha normal, për ashtu problem që ne nuk kemi lidhur. I dashur Tomor, dua të bëj një pyetje, duke ditur që jeni me arsim të lartë të dy, si ju dhe bashortja. Bashortja arsimtare, mësuese, gjithjetën, ndoshta ajo kërkesa e llogarisë ka qenë shumë e lartë në familje për Geraldon, sepse çdo prind ndërron që fëmia të jetë me rezultate të mira në shkollë, të mbarojë studimet e larta, të ndjeki rrugët e prindërve dhe madje të bëhet më i mirë se nëna dhe babai. Ndoshta ajo kërkesa juaj e madhe e llogarisë në familje ndaj Geraldos mund ke qenë një faktor që ka dashur të iki dhe mos ta kthej më kokën pas? Ç'mund të themi Odeta, ne deshëm të shkollonim, ne deshëm të bëjë dikushi, ne do t'ja plotësonim të gjitha kushtet, si thoshin një shprehje që moti buka qep do hanim, ai do arsimoje, të ishte dikush, të ishte dikush. Ç'mund të themi? Prindërimi nuk ka një formule të themi që 1+1 bëjnë 2 dhe të gjitha mësojmë. Ndoshta ndonjëherë mundohemi të bëjmë më të mirën për fëmijët, por nuk e kuptojmë që edhe mund t'i dëmtojmë. Por unë e kuptoj, ju keni dhënë gjithçka për Geraldon, keni bërë gjithçka, por ai i bulizuar në shkollë si një nxënës që mësonte, kërkesa e llogarisë nga ana tjetër e shtëpisë, nga ana e nënës e lartë, e ka munduar ata adoleshenca. Ka vendosur të iki, ai shumë ka këmbgulur, është nisur herën e parë, u kthye, la të letrën, pra e kishte ndarë mendi që donte të ikte. E pamundur që nga ana juaj ta ktheni dhe ta ndalonit. E pamundur. Me gjithë presionin që bëmë ne ishte pamundur. Të ndaloj Geraldon. U vërtetua që nuk ishte pamundur. Ne nuk ishim në atë pozicion edhe pa bukë ishim, që është një djalë të vetëm në ato kohëra, në ato situata, në ato që atëherë kishë shumë probleme me migrantët, u dilin në rrugë, u dilin çfarë nuk ndodhte, çfarë nuk, që kemi dëgjuar, çfarë nuk ndodhte, u dilin në plaçkitin e çfarë nuk bënin, që mund ta lidhim atë në asnjë mënyrë. Mirë po, fëmia e bën këtë. Tomor, adoleshenta. Të ka marrë malli për Geraldon. Që diskuton ti, po diti kur hambukë, gjithmonë vendose ti luk tepër, vendose një pjatë tepër, edhe me dashje dhe pa dashje. Është krijuar si e vetë prind. Je vetë prind. Pse thash, na duket sikur jemi në gabim, sikur jemi në faj, sikur nuk ja plotësonim, po të gjitha mundoshim, të gjitha ja plotësonim, të gjitha. Me ato kushte që kishim, po si mund ta shpjegoj, pse thash? Nëse ai ndodhet në Athinë, në Greqi, apo në një vend tjetër, në një qytet tjetër të Greqisë, ka vazhduar jetën, është martuar, mund të jetë bërë baba, çfarë dyshoni, pse nuk ju kontakton? Edhe njëherë të lutem. Pse nuk ju kontakton, nëse ndodhet në Greqi? Çfarë dyshon ti si baba? Mendoj se nuk do t'i ke dalë në kut atë që ka menduar ai, që të na kënaqte ne. E fiksove pak rastin kur të thash, kur shkoj rastin e parë dhe te ushtari pa njohur shkova e mora unë e tha jo, unë nuk vi, tha, domethënë sa me Sedra e ti. Të thonë komshin, tha që shkoja ju dhe u kthye. Dhe u thoshte shokve në biseda që të shkojmë 10-15 vjetë në Greqi, të mbushem, të punoj mirë, dhe do vinë në Shqipëri të bëjt diçka. Si shtonë dhe gjithë të rinjë, si shtonë dhe. Domethënë kishte një ide, kishte një qëllim në vetë. Mirë po këto punë, zhjetë si ka ecur puna e se ku ka përfunduar, me kesh lidhur, si është prezentuar, ka versionien nga më të ndryshmet që kemi dëgjuar, i kemi ndjekur, ç'mund të themi. Unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme i dashur Tomor që ne po e përsërisim, e theksoj, Geraldo Dauti është një nga histori që është trajtuar vetëm një herë në studion e emisionit Pa Gjurmë në 8 vite sot. Për herë të dytë babai i tij Tomor Dauti ndodhet me mua në këtë studio, një histori e harruar që do vëmendjen e saj. Uroj dhe shpresoj që kushdo që është duke na ndjekur me historinë e 42 vjeçarit nga Erseka mund të na ndihmojë me informacione. Regjia vazhdimisht na vendos foton e Geraldo Dautit, pasaportën televizive që ne kemi përgatitur. Ai është 42 vjeç sot, është larguar nga banesa në
13 prill të vitit 2001, kanë qenë pashkët, kanë qelluar pashkët atë ditë, ka lënë një letër në shtëpi, baba i tij Tomori e ka parë nga autobusi të biri në rrugë që po kalonte, por ai ka qenë momenti i fundit dhe kur ka shkuar në shtëpi, aty ka gjetur letrën që ai kishte lënë, ku shkruante se po nisej drejt Greqisë, por ky ka qenë momenti i fundit që Geraldo ka pasur me nënën, babain dhe motrën e tij dhe nga ai moment kanë kaluar ditë, vite, shumë, 25 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Geraldo Dauti dhe pse dyshohet se ai mbërriti shëndoshë mirë në Greqi sipas dëshmisë që mbërriti në emisionin Njerëz të humbur. Dyshohet se bashkëtoi me një vajzë, mund të ketë vazhduar jetën, mund të jetë bërë baba sot, por nuk dihen arsyet pse nuk kontakton me familjen që ka në Tiranë dhe pse Tomori e shpreu gjatë intervistës se ndoshta sedra e tij nuk e lejon që të marrë këtë hap të rëndësishëm. Por kushdo që e njeh Geraldo Dautin që ndoshta sot mund të ketë ndryshuar dhe emrin në shtetin grek, mund të mbajë një tjetër emër, le të marrë guximin të na ndihmojë me informacione, por dhe nëse vetë Geraldo Dauti është duke na ndjekur, është i lutur të telefonojë në studion e emisionit Pa Gjurmë. I dashur Tomor, kur historia e Geraldos është trajtuar në Njerëz të humbur, unë kam qenë gazetare dhe kanali YouTube nuk ka ekzistuar në ato vite dhe rrjetet sociale nuk kanë qenë shumë të përhapura. Sot jemi në vitin 2026, jemi në kulmin e rrjeteve sociale, përdorimi tyre është masivisht nga media, sot YouTube-i ndiqet shumë dhe unë uroj dhe shpresoj që sot keni një këmbë të mbar, sepse po e quaj historinë e Geraldo Dauti si një histori për herë të parë që e trajtojmë në studio, me shpresën që do ketë një hovë të madh në kanalin tonë në YouTube, të ndiqet sa më shumë, që njerëzit të na ndihmojnë me informacione. E uroj me zemër këtë gjë. Fjalët tënde në veç Perëndis, thoshim populli, pleqtës edhe ne u plakëm tani. Do zoti ti, Odeta, do zoti, desha të shtonja për ta përforcuar atë dyshimin që kishim hequr ne periudhën që punonit ishit e Vision Plusi. Po, Njerëz të humbur. Aty afër banonte një nafshati i kësaj vajzës. Dhe ai kishte tentuar, kur kish parë emisionin, kish parë këto probleme, kishte tentuar të vinte në emision, thoshe, po, ai kishte qenë atë lagje të Greqisë në Nikje, dhe rastësisht e takoi unë. Nuk e di se si na i solli Zoti, e njënja. Thotë, dëgjoj, thotë, ai djalë është, thotë, e vërtet, të gjitha këto janë të vërteta, ai shkonte thosh, e merrte atë vajzën punonte në një spital në Greqi, në lagje Nikja, diku. E merrte nga puna dhe kthehej në shtëpi. Është ai i tërë 100%. Po unë nguronja të vija në emision. Besoj se s'kishte ndonjë arsye të na gënjente. E qartë. Pra, një person i dytë që e forcon këtë. Ishi pjekur, burr, banonte atje me kalamajt. Tha, po, e vërtetë është. Unë desha të vija në emision, tha, po nguronja, jo vetë tani vetëm. Është e vërtetë, ky djalë shkonte, e merrte këtë vajzën e filani, tha që kish bashkëtar këtu, e merrte, tha, nga puna e silte këtu, e silte të shtëpia. Domethënë janë sa argumenta që të bindin. Të bën të besosh që ka qenë Geraldo. I dashur Tomor, në emër të gjithë familjes, të nënës, të motrës, ju si baba, nëse Geraldo do të dëgjonte, çfarë do i thuar sot vetë Geraldos? Ç'mund t'i them unë Geraldos? Edhe një herë, unë i them për sajtë herë që Geraldin e kemi falur, të marri kurajon, të ketë guxim, dy fjalë në tani janë mundësit me celular, me lëvizjen e migrantëve, në forma të ndryshme, sa të duash në një emision mund të kaloj. Të na iqim Meraku ne dhe ne jemi dikush pastaj ne i kemi shumë keni rilindur. Të gjitha me zero. E kemi falur çështja e muhabet, ne jemi prindër. Çdo gjë që të ketë bërë Geraldi, e thash ne marrim përsipër dhe i dalim përpara evlatit tonë. E kemi atë kurajo, e kemi atë kulturë, nuk ka muhabet këtu. I lutemi Zotit të i bëjmë thirrje emigrantëve, vetëm ata që jetojnë me te dhe Geraldi janë pjesë e këtij problemi tonë. Dhe juve kryesorja, ju faleminderit që kryuat prapëmësin. Ne e prezentuam sot historinë e Geraldos, uroj dhe shpresoj që të kemi lajme dhe informacione dhe të premtoj që unë do e vazhdoj historinë e Geraldos, kudo që të jem, do e vazhdoj këtë histori, me shpresën që të mësojmë një lajmë, të mësojmë një informacion dhe do bëhemi bashkë në kontakt për gjithçka tashmë. Faleminderit. Tomor, të falenderoj dhe unë që të pata në studio, do i bëj shumë të fala bashkëshortes. Faleminderit. Vajzës dhe uroj që ky vit tjetë një vit që të mësoni të vërtetën për Geraldon tuaj. Lumë të goja, faleminderit. Faleminderit Tomor. Mirë, me historinë e Geraldo Dauti të dashur miq, kemi ardhur në fund të kësaj pjese, do të kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë live.
Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar me të tjera histori dhe këto minuta që më kanë ngelur në dispozicion do t'ja kushtoj personave të tjerë të humbur, të cilët janë denoncuar nga familjarët këtu në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe do nis me historinë e një babai të 2 vajzave të vogla nga Cakrani i Fierit, i cili figuron i humbur për familjen, quhet Gramos Lulaj, 54 vjeç, i cili u largua nga banesa në 18 korrik të vitit 2013, përpara 13 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Gramos Lulajt, i cili është nga fshati Varibob, Cakran i Fierit, dhe në atë vit që ka humbur kontaktet ka qenë vetëm 41 vjeç, lagruan me 2 vajzat e vogla dhe u largua në drejtim të paditur, por fatkeqësisht prej disa viteve ai kishte shfaqur probleme me shëndetin mendor dhe atë ditë gjendja e tij nuk ka qenë fort e mirë. Ka thyer disa sende në shtëpi dhe është larguar pa lënë asnjë gjurmë. Dua të prezantoj historinë e tij nëpërmjet këtij materiali, e ndjekim dhe rikthehemi. Gramos Lulaj është baba i 2 fëmijëve, i cili figuron i zhdukur prej 11 vitesh. 52 vjeçari emigroi herët në tokën helene, aty ku pajis me dokumenta të rregullta deri në vitin 2004, vit në të cilin shfaqi shenjat e para të depresionit. Me rikthimin e tij në Shqipëri, familjarët e dërguan disa herë në Spitalin Psikiatrik të Vlorës, ku me kalimin e kohës gjendja e tij shëndetësore u përmirësua. Në atë periudhë Gramozi u njoh me Anilën, me të cilën u martua në vitin 2007. Ajo kishte dieni për gjendjen shëndetësore të Gramozit dhe ishte mbështetësja e tij më besnike. Çifti sollën në jetë 2 vajza, ndërsa çdo gjë shkonte mirë mes tyre. Ishte viti 2013 kur Gramozi nisi sërish të shfaqte probleme të shëndetit mendor. Data 18 korrik të pati viti është data kur Gramozi u zhduk në mënyrë të mistershme për të mos u bërë më i gjallë. Pasi u takua me të vëllan, 52 vjeçari i tha grua se do të shkonte në qendër të Varibopit për të takuar me një shok. Pasi kaloi pak kohë dhe nuk po kthehej, të shqetësuar familjarët nisën ta kërkonin kudo, por Gramozi nuk gjendej askund. Në mbrëmje gjithashtu ato bën një denoncim në polici për zhdukjen e tij. Informacioni i vetëm që kanë mundur të mësojnë familjarët ka qenë ai një bashkëfshatari, i cili pretendon se i kishte parë Gramozin 2 ditë pas zhdukjes së tij tek ura e shaqit në Fier tek parku, ulur në një stol me 2 duart mbi kokë. Mëtej, familjarët s'kan mundur të mësojnë më asgjë për fatin e 52 vjeçarit, babait të 2 vajzave. Kjo është historia e Gramos Lulajt, dashur miq, kështu ka humbur ai çdo lloj kontakti me familjen e tij përpara 13 viteve, ka qenë vetëm 41 vjeç, edhe një herë dua të jap të dhënat, jemi në kërkim të Gramos Lulajt, sot është 54 vjeç, vendlidhja Varibob, Cakranit i Fierit, është larguar nga shtëpia mëngjesin e 18 korrikut të vitit 2013 dhe drejtimi ngelet i paditur. Kushdo që e njeh historinë e Gramos Lulajt, kushdo që mund të ketë informacion pasi dyshohet se ai mund të ketë udhëtuar dhe ka mbërritur në shtetin grek pasi kishte qenë emigrant prej shumë vitesh në Greqi, por kjo e vërtet ende nuk është zbuluar, janë vetëm informacione që kanë mbërritur, ndaj sot ne po e sjellim në vëmendje këtë histori me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur mund të na ndihmojë me ndonjë informacion, me ndonjë lajm për historinë e Gramos Lulajt që përgjatë këtyre 13 viteve gruaja vazhdon ta presi ende në shtëpi së bashku me 2 vajzat që janë rritur, por fatkeqësisht pa praninë e babait të tyre. Mirë, nga historia e Gramos Lulajt do të kalojmë në një histori tjetër, do të zhvendosemi në do të jemi në kërkim të Bujar Dervishit, një 32 vjeçar që humbi kontaktet me familjen që prej dhjetorit të vitit 2003 dhe drejtimi është Greqia. Ai u nis drejt Greqisë dhe humbi çdo lloj kontakti me familjen përpara 23 viteve dhe në atë vit dua ta theksoj ka qenë vetëm 32 vjeç. Por si humbi kontaktet, çfarë zbuloi familja ndër vite për historinë e Bujar Dervishit, ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Bujar Dervishi u nis ilegalisht drejt Greqisë kur ishte një 27 vjeçar. Ishte viti 1998 kur u nis së bashku me vllajën e tij Petritin, por me të mbërritur atje, secili u ndan dhe punuan më vete. Ende një i ri aso kohe, ai rriti të gjente një punë në Selanik, ndërsa për 2 vite mundi të pajisej me dokumenta të rregullta. Në dieninë e familjarëve, bujari ka jetuar shumë kohë me 2 shokët e tij nga Dibra, për të cilën lindën edhe dyshimet nga familja pas zhdukjes së 54 vjeçarit.
Petriti foli atë ditë dhjetori në telefon me bujarin dhe lan takim në pikën kufitare të Kapshticës për të kthyer në Shqipëri për festat e fundvitit. Ishte fundi i vitit 2003, kur në pikën e takimit mbërriti vetëm Petriti. I vllai mendoi se bujari kishte mbërritur pranë familjes para tij. E mori në telefon, por që nga ai moment dhe më pas, telefoni i tij doli i fikur. Nëna dhe babai janë në kërkim të birit, që sot është një 54 vjeçar. Familjarët presidentes sot një trokitje në derë që se patën kurrë më nga bujari. Pas zhdukjes së tij dhe denoncimin të policinë greke, kjo e fundit mori në pyetje 2 djemtë i Bran, shokët e bujarit, por familja nuk mësoi asgjë prej tyre, që përpos dyshimeve dhe pretendimeve që ngritën familjarët, ata pasi u morën në pyetje, u lanë të lirë. Sot njëri prej tyre nuk jeton më, ndërsa për personin tjetër, familja nuk ka ende asnjë informacion. Kjo është historia e Bujar Dervishi dashurmiq, kështu ai ka shkëputur zholli kontakti me familjen përpara 23 viteve dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Në emër të familjes Dervishi bëj thirrje për Bujarin, kushdo që e njeh, kushdo që ka informacion, mos të hezitoj të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet. Çdo ditë që jam në transmetim them, nëse njihni këta persona që shikonin në ekranin tuaj, mos hezitoni të na telefononi në numrin e celularit dhe në numrin fiks që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na dërgoni mesazhe edhe në adresën tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Mirë, do të bëjmë shkëputjen e radhës, do të jemi tek këshilla tjetër mjekësore, do të jemi tek prostatoli, e ndjekim dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar me historinë e radhës. Do të jemi në kërkim të Gëzim Kicës nga Berati, një 40 vjeçar që ka shkëputur zholli kontakti me familjen nga Athina në 10 mars të vitit 2008 dhe janë mbushur plot 18 vite që familja ende nuk ka marrë asnjë informacion për Gëzim Kicën, në atë kohë vetëm një 22 vjeçar, ku mbërriti në Greqi, shëndoshe mirë, por fatkeqësisht shkëputi kontaktet me familjen dhe pse telefoni i tij punoi për disa muaj, por nga ana tjetër përgjigjej një zë vajze e cila fliste greqisht dhe familja asnjëherë nuk arriti dot të kuptonte se çfarë për flista ajo nga ana tjetër e telefonit, derisa ai telefon rezultoi i fikur. Kështu ka humbur kontaktet me familjen Gëzim Kica. Uroj dhe shpresoj që ditën e sotme çdo shqiptar emigrant që jeton në Greqi që mund ta njohë të riun nga Berati dhe mund të ketë ndonjë lajm, ndonjë informacion, mund të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi familja është ende në kërkim për të mësuar të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e tij. Dua të prezantoj ditën e sotme edhe kronikën historike që kemi përgatitur për 40 vjeçarin Gëzim Kica, i cili është nga Morava e Beratit, e ndjekim dhe rikthehemi. Gëzim Kica, i cili rezultoni humbur që prej datës 10 mars të vitit 2008. I riu nga Berati, la shërbimin ushtarak një muaj pasi e dërgua në Vlorë dhe më pas njoftoi familjen se ndodhej në shtetin grek. Në tokën helene kishte emigruar që kur ishte ende një 22 vjeçar bashkë me të vëllain, ndërsa punonin në sektorin e ndërtimit. 9 muaj më pas, Gëzimi njofton të vëllain se do të largoj për të bërë guidën e grupeve të refugjatëve të tjerë. Ky i fundit qëndron në Greqi, ndërsa Gëzimi kthehet drejt Shqipërisë. Në këtë kohë, 30 vjeçari komunikon në telefon me të vëllain, duke i kërkuar para për pasaportën. Olti i dërgoi 100 euro të kërkuara në bank. Gëzimi kishte filluar të merrej me trafik klandestinësh, për të cilët qendra ishte Janina dhe më pas shpërndarja në përfshatrat përreth. Në këtë kohë, 30 vjeçari pikasin nga policia dhe bën 45 ditë burg në Prevez. Pasi doli nga burgu me detyrim paraqitje, ai kthehet në Berat, në qytetin e tij të lindjes. Për të gjitha lëvizjet e tij, personit të cilët ai tregonte gjithçka ishte Kunati, Taulanti. Në telefonatën e fundit, bërë më 10 mars të vitit 2008, Gëzimi pohon këtij të fundit se po shoqëronte një grup për 100 refugjatësh, që nga ky moment nis kalvari gjatë i kërkimeve për gjurmët e 30 vjeçarit që sot rezulton i humbur. Edhe për Gëzim Kicën dashurmiq, u bëj thirrje nga studio e emisionit Pa Gjurmë, kushdo që e njeh, kushdo që mund ta ketë takuar, kushdo që e shikon këtë foto dhe i kujton diçka,
mund të na kontaktoj me shpresën që të ndihmojmë këtë familje e cila prej një kohe shumë të gjatë, prej 18 vitesh, është në kërkim të djalit të tyre Gëzim Kica. Edhe njerë dua që regjia të më japi pasaportën e të riut nga Morava e Beratit me shpresën që ditën e sotme mund të ndiqemi në Greqi nga emigrantët. Ky është Gëzim Kica, aktualisht është 40 vjeç, vendlindja Morave e Beratit. Ai humbi kontaktet me familje në 10 mars të vitit 2008 nga Athina e Greqisë. Telefonatën e fundit e ka realizuar me babajnë dhe më pas në telefonin e tij përgjigjej një femër, derisa telefoni rezultoi i fikur dhe nuk u mësua asgjë për fatin e tij. Mirë, me historinë e Gëzim Kicës ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do të takohemi sërish nesër me një tjetër histori, me një tjetër denoncim. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.